Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe kryeministri Edi Rama shprehen optimizëm për rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Në vizitën e saj në Tiranë, von der Leyen deklaroi se Shqipëria ka bërë përparime të dukshme dhe se ardhmja e saj europiane varet tashmë nga vendi, ndërsa Rama theksoi se Bashkimi Evropian ka ndryshuar qasjen ndaj Tiranës dhe se integrimi është objektiv i arritshëm nëse vijojnë reformat me të njëjtin ritëm. Shqipëria e do Europën, ka bërë progres, por është në dorën e saj antarësimi deri në vitin 2030, kështu u shpreh presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë vizitës së saj në Tiranë, ku vlerësoi përpjekjet e vendit në procesin e integrimit evropian. Ajo nënvizoi se Shqipëria ka dëshmuar përkushtim ndaj reformave dhe se progresi i arritur në 2-3 vitet e fundit është impresionues. Mesazhi im i parë është mjaft i qartë. Shqipëria është në rrugën e duhur drejt Bashkimit Evropian. Ju keni bërë një rrugë shumë të gjatë, keni bërë progres, por unë tani dua të theksoj që është një progres i mrekullueshëm, një shpejtësi rekord dhe një përshpejtim shumë të vërtet në 3 vitet e fundit. 5 nga 6 grup kapitujt janë tashmë të hapura, ne planifikojmë që të hapim të fundin këtë vjesht dhe unë e di edhe përpjekjen tuaj personale, zoti kryeministër, edhe ju dhe të ekipit tuaj që keni investuar në këtë udhëtim. Qëllimi ju është që të mbyllni negociata deri në vitin 2027. Kjo në fakt është ambicioze, por ne na pëlqen ambicia. Dhe dëshiroj t'ju siguroj që ne jemi të gatshëm, do të jemi me ju në çdo hap të vetëm të kësaj rruge. Në të njëjtën linjë u shpreh dhe kryeministri Edi Rama, i cili theksoi se Bashkimi Evropian tashmë e sheh Shqipërinë me një sy tjetër. Sot ne jemi në një situatë kur ta dhe presidentja kemi hapur 5 nga 6 grup kapitujt e procesit të negociatave në vetëm 11 muaj. Është një kohë rekord për nga shpejtësia. Dhe sigurisht që ne kemi bërë detyrat tona, se në Bruksel nuk të dhuron njeri asgjë. Duhet t'i fitosh të gjitha ato që kërkon. Por nuk diskutohet që nuk do të ndodhte, sidoqoftë ky proces me këtë shpejtësi, nëse nuk do kishte një vullnet të madh, jo vetëm nga Komisioni, por dhe nga vendet anëtare në këtë fazë, sepse është i gjithë Bashkimi Evropian, paktën unë kështu e shoh që prej disa kohësh nuk ka lëkundje fare që duhet mbështetur procesi i antarësimeve të reja, duhet mbështetur Ballkani Perëndimor, duhet mbështetur Shqipëria. Duke vlerësuar progresin e bërë në vitet e fundit, von der Leyen theksoi se ka besim në mbylljen e këtij procesi sipas afateve të shpadhura, duke nënvizuar se rruga e Shqipërisë drejt BE-s është më konkrete se kurrë. Gjatë vizitës në Tiranë, presidentja e Komisionit Evropian zhvilloi takime me kryeministrin Rama dhe presidentin Bayram Begaj, ku vlerësoi përpjekjet e institucioneve shqiptare për përparimin e vendit në drejtim të reformave dhe forcimin e institucioneve demokratike. Për herë të parë me mbështetjen e Komisionit Evropian në Tiranë u mbajt forumi i parë investimeve BE Ballkani Perëndimor, ku drejtues politikash ekonomike dhe investitor nga vendet e Unionit dhe rajonit u bashkuan për të ndërtuar horizonte të reja bashkëpunimi. Kryeministri i vendit Edi Rama kërkoi që Ballkani të shihet si zgjidhje dhe jo si problem, ndërsa presidentja e Komisionit Evropian prezantoi investime konkrete në energji dhe inteligjencë artificiale. Në Tiranë është zhvilluar për herë të parë forumi investimeve BE Ballkani Perëndimor, një nismë mbështetur nga Komisioni Evropian që synon të krijojë një hapësirë të përbashkët zhvillimi ekonomik mes vendeve të Unionit dhe rajonit tonë. Në hapjen të forumit, kryeministri Edi Rama kërkoi nga drejtuesit e Bashkimit Evropian një vizion të ri për Ballkanin, duke e cilësuar rajonin si një zgjidhje që pret të integrohet dhe jo si një problem për të zgjidhur. Horizonti i ri për mua do të thotë një vend ku investimet europiane gjejnë një ritëm shpejtësie të ri, ku inovacioni nuk e gjen vendet të zhytur në pirgje letrash. Nevoja është këtu, kriza ka ardhur tashmë. Ndaj le ta transformojmë nevojën në vizion dhe krizën në krijim. Le ta çelim këtë horizont të ri, jo vetëm me deklarata, por me vepra. Le të vërtetojmë që midis Alpeve të Egjeut ka ende hapësirë për Europën që rritet e të bëhet më e urtë, të rritet më shpejt, të bëhet më e lirë. Mesazhi të Ramës ju përgjigj presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cila shpalli disa nga projektet konkrete që BE-ja po nis në rajon.
Ne do të hapim fabrikën tonë të inteligjencës artificiale të Ballkanit Perëndimor, fillimisht në Maqedoninë e Veriut dhe në Serbi, dhe do të shtrijmë këtë rrjet digjital në të gjithë rajonin. Duam e duhet të prodhojmë energji më të pastur këtu në shtëpi. Ju jeni të pozicionuar strategjikisht në kontinentin ton. Vendet tuaja duhet të bëhen qendra prodhimi, ruajtje e ndarje të energjisë së pastër me pjesën tjetër të Europës. Në kuadër të forumit u nënshkruan 10 marrëveshje të para të biznesit, ndërsa në ditët e dyta pritet të diskutohet mbi 24 projekte të tjera investimi që parashikohet të sjellin 4 miliardë euro investime të reja në rajon. Von der Leyen e cilësoi planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor si një shtyllë të rëndësishme për të ardhmen e rajonit dhe u bëri thirrje investitorëve europian të mos e humbin mundësinë. Plani i rritjes në Ballkanit Perëndimor synon dyfishimin e prodhimit të brendshëm bruto rajonale për dekadat e ardhshëm, kështu që mesazhi im për investituesit sot është i drejtpërdrejtë. Mos e lini t'ju humbas kjo mundësi. Koha për të investuar në Ballkanin Perëndimor është tani. Ndërsa presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pakëzoi Shqipërinë për ecurinë në procesin e integrimit evropian, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se vendi i nuk plotson asnjë kriter për bashkimin evropian. Në një dalje për mediat ai akuzoi qeverinë se ka kapur të gjitha pushtetet dhe gjithashtu paralajmëroi se opozita do të kërkojë transparencë për çdo proces parlamentar. Në kundërpërgjigje të vlerësimeve të presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, për progresin e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar me tone të forta ndaj qeverisë. Shqipëria aktualisht përveç kriteri gjeostrategjik dhe politikës së jashtme nuk plotëson asnjë kriter tjetër për integrimin e saj në Bashkimin Evropian. Në Shqipëri sot të gjitha pushtetet janë në dorë të një njeriu, Edi Rams, mbi 88% e 220.000 të zgjedhurve dhe temëruarve në administratën shqiptare i përkasin Partisë Shtet. Berisha u ndale edhe te puna e Komisionit të Reformës Zgjedhore, ku mazhoranca ka shumicën e vendeve. Ai kërkoi që procesi të vijojë në bashkëpunim me OSBE-u Dirin dhe jo në mënyrë të njëanshme. Nuk mund të ketë reformë zgjedhore pa praninë e Odirit. Do ftohet Odiri, do dërgohet ftesë Odirit, do dërgohet pasi të pranojë ftesën Odiri, duhet një ftesë nga të dy palët ose të gjitha palët, nga pozita dhe opozita, dhe natyrisht me praninë e Odirit ne jemi të gatshëm të shqyrtojmë një nga një të gjitha rekomandimet e misioneve të vëzhgimit të cilat nga 2013 gjërë sot nuk janë marrë parasysh. Kryedemokrati shpreu kritika edhe për Komisionin e Reformës Territoriale, duke konsideruar atë të orientuar vetëm nga interesat politike të Partisë Socialiste. Edi Rama ka ndërmend faktikisht të pjestoj me disa herë fuqinë e votës qytetarëve shqiptarë, të largoj pushtetin prej tyre dhe t'i katandis nga 62 në mos gabojnë në 28 apo 30 bashki dhe komuna. Teksa Partia Socialiste shprehet se avokatin e popullit e nxjie edhe me ose pa bashkëpunimin e opozitës, Kryedemokrati e shesi përpjekje për të zaptuar një tjetër institucion. Ky është Edi Rama i pangopur, do të ketë çdo pushtet në duart e tij. Por të jeti sigurt se s'do na imponoj kur të votojmë kandidat që nuk meritojnë. Ndërsa komentet për zgjedhjet në Kosovë, Berisha i cilësoi ato si një leksion demokracie për Shqipërinë, duke theksuar se proceset zgjedhore në vendin tonë duhet të garantojnë liri dhe transparencë të plotë. Kosova dha një leksion të madh për Tiranën, për Beogradin dhe për të gjitha autokracitë e rajonit. Në përfundim, kryetari demokrat tha se Partia Demokratike do të kërkojnë transparencë për çdo nismë që paraqet në kuvent, si dhe çdo diskutim që zhvillohet në komisione parlamentare. Presidentja e Komisionit Evropian e nisi turin e saj nga Tirana për në Ballkanin Perëndimor në një vizitë zyrtare ku u prit edhe nga presidenti i vendit Bajram Begaj dhe më pas zhvilloi një takim dhe me kryeministrin. Në qendër të diskutimeve ishte procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe bashkëpunimi dypalësh në kuadër të politikave të përbashkëta evropiane.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen bëriti këtë të hënë në Tiranë, ku u prit me ceremoni zyrtare nga Presidenti i Republikës Bayram Begaj në ambientet e presidencës. Pas takimit, von der Leyen la një shënim zyrtar në librin e përshtypjeve, duke nënvizuar miqësinë dhe partneritetin mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Në një postim në rrjetet sociale, Presidenti Begaj njoftoi se biseda me kreun e Komisionit Evropian u përqendrua te procesi i integrimit evropian të Shqipërisë dhe bashkëpunimin me institucionet e BE-s. Shqipëria është e angazhuar për të përmbushur të gjitha reformat që kërkon rruga e antarësimit dhe mbetet plotësisht e linjëzuar me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, u shpreh Begaj. Ai gjithashtu shtoi se vendi ynë do të vijojë të kontribuojë në misionet evropiane për paqe dhe siguri, si shenjë e angazhimit të tij ndaj vlerave të BE-s. Pas takimit me presidentin, von der Leyen zhvilloi një takim me kryeministrin Edi Rama, ku diskutua për progresin e reformave dhe për hapat konkret në procesin e integrimit. Vizita e saj në Shqipëri zhvillohet në kuadër të forumit të investimeve BE Ballkani Perëndimor, që do të zgjasë 2 ditë dhe që mbledh në Tiranë liderët e rajonit për të forcuar integrimin ekonomik dhe politik në Bashkimin Evropian. Ky forum, i cili shihet si një hap i rëndësishëm drejt afrimit të Ballkanit Perëndimor me BE-n, pritet të sjellë angazhime të reja financiare dhe mbështetje konkrete për zhvillimin e qëndrueshëm në rajon. Rreth një javë pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja gjatë detyrës Këshilli i Lartë i Gjyqësor ka miratuar një plan masash për rritjen e sigurisë në gjykata, për forcimin e mbrojtjes së gjyqtarëve dhe stafit gjyqësor, si dhe ndalimin e gjuhës së papërshtatshme ndaj tyre në rrjetet sociale. Këshilli i Lartë Gjyqësor njofton se pas tragjedisë për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja në ambientet e gjykatës së Apelit në Tiranë, do të ndërmerren masa konkrete për garantimin e sigurisë në gjykata dhe mbrojtjen e personelit gjyqësor. Plani parashikon fillimisht analizimin e të dhënave të mbledhura nga gjykata gjatë periudhës 2023-2025 në lidhje me menaxhimin dhe administrimin e sigurisë. Më tej do të vlerësohet gjendja aktuale e pajisjeve të sigurisë, duke përfshirë detektorët e metaleve, skanerët, kamerat dhe mjetet e tjera, me qëllim standardizimin e procedurave dhe trajtimin e personelit në menaxhimin e situatave të rrezikshme. Një tjetër nismë përfshin ngritjen e një grupi pune ndërinstitucional për adresimin e nevojave ligjore që garantojnë sigurinë fizike të gjyqtarëve, stafit mbështetës dhe qytetarëve që frekuentojnë ambientet gjyqësore. Plani parashikon gjithashtu ndërtimin e 8 godinave të reja të gjykatave të shkallës së parë dhe të ndërtesave për gjykatën e apelit në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Për më tepër, KLG-ja do të bashkëpunojë me AKEB dhe AMA për ndalimin e gjuhës së papërshtatshme dhe sulmeve ndaj gjyqtarëve në rrjetet sociale. Në nder të gjyqtarit të vrarë Astrid Kalaja është nisur procedura për emërtimin e sallës së amfiteatrit në godinën Poli i Drejtësisë me emrin e tij. Po ashtu është dërguar propozimi pranë institucioneve për dhënien e titullit dëshmoria dheut. KLG-ja thekson se këto masa synojnë të rrisin besimin e qytetarëve të sistemit gjyqësor dhe të forcojnë mbrojtjen e tyre që shërbejnë në drejtësi, duke shmangur tragjedi të ngjashme në të ardhmen. Gjykata administrative shkallës së parë ka shpadur jashtë jurisdiksionit padinë e ish-kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor, Naureda Llagami, e cila kërkonte pezullimin e mbledhjes së gjyqtarëve të gjykatës së lartë, nga e cila në fund të nëntorit u zgjodh për në gjykatën kushtetuese gjyqtarja Sim Vokshi. Sipas gjyqtares, shqyrtimi i kësaj padie do të krijonte një precedent rrezikshëm dhe do të përbënte gjithashtu ndërhyrje në parimin e ndarjes së pushteteve, pasi akti i zgjedhjeve së një antari të gjykatës kushtetuese nuk është akt administrativ, por një akt kushtetues. Vendimi i marrë nga gjykata administrative shkallës së parë vjen disa javë pas konstatimit që Naureda Llagami i bëri procesit të zhvillimit nga gjykata e lartë për zgjedhjen e një antari të gjykatës kushtetuese. Në mbledhjen e posaçme të 30 nëntorit, gjyqtarja Sim Vokshi u zgjodh fitues me shumicë votash për të plotësuar vakancën në kushtetuese, por Llagami kërkoi që procesi të pezullohej duke pretenduar shkelje procedurale dhe mungesë transparence në zhvillimin e mbledhjes. Megjithatë, gjykata administrative në arsyetimin e saj u shpreh se nëse do të shqyrtonte kërkesën e Llagamit, do të krijonte një precedent rrezikshëm, pasi gjykatat administrative nuk kanë jurisdiksion për të ndërhyrë në veprimtarinë e organeve kushtetuese. Nëse gjykata administrative do të shqyrtonte këtë kërkesë që lidhet me mbledhjen e posaçme të gjyqtarëve të gjykatës së lartë, ajo do t'i hapte rrugën një ndërhyrje të pashembullt mbi gjithë arkitekturën shtetërore, thuhet në vendimin e gjyqtares Semiramis Hoxholli. Në dokumentin gjyqësor nënvizohet se vendimi i mbledhjes së posaçme nuk është akt
administrativ. Ndaj nuk mund të trajtohet nga gjykata administrative, por përbën akt kushtetues që rrjedh nga kompetencat e përcaktuara në kushtetut për gjykatën e lartë. Gjykata shton se ndërhyrja e saj do të sillte pasojë në respektimin e parimit themelor të ndarjes së pushteteve dhe do të cënonte funksionimin e institucionit të sistemit gjyqësor. Paditja Naureta Dagami ka 5 ditë afat për të ankimuar vendimin në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë, ndërsa nga ana tjetër gjyqtari Asim Vokshi, i zgjedhur tashmë për në gjykatën kushtetuese, ende nuk është betuar në detyrë. Prokurori i çështjes Partizani, Arben Kraja, ka kundërshtuar kërkesat e avokatëve për shpadhjen e pavlefshme të akteve të prokurorisë së posaçme, duke theksuar se pretendimet e mbrojtjes nuk kanë bazë ligjore. Gjykata e posaçme do të vendosë në 27 tetor nëse do të rrëzojë apo pranojë këto kërkesa. Gjatë një seance që zgjati rreth një orë, prokurori i çështjes Arben Kraja deklaroi se kërkesat e avokatëve për të shpadhur të pavlefshëm dhe të papërdorshëm aktet e prokurorisë së posaçme është e pabazuar në ligj dhe prova. Kraja u shpreh se të gjithë pandehurit, si fiziku ashtu edhe ato juridik, duhet të gjykohen së bashku dhe se çdo kërkesë për ndarje të çështjes ose gjykim të shkurtuar nuk mund të pranohet. Ai theksoi se pretendimet e mbrojtjes për një proces politik ndaj të pandehurve nuk qëndrojnë dhe kërkoi që gjykata t'i rrëzojë ato. Trupa gjykuese vendosi të marrë 2 javë kohë për të çurtuar kërkesat dhe për të dhënë vendimin përfundimtar. Nga ana tjetër, Jamër Maltezi, i dyshuar për korrupsion pasiv dhe pastrim parash, qëndroi i heshtur gjatë pjesës më të madhe të seancës. Megjithatë, në përfundim të saj ai deklaroi se hetimet 30 vjeçare ndaj Sali Berishës nuk kanë zbuluar përdorimin e fondeve publike. Toka e përfshirë në çështje ka qenë gjithmonë private dhe nuk ekziston asnjë dokument shpronësimi nga shteti komunist. Vendimi i gjykatës pritet të shpahet në 27 tetor në orën 13. Ai do të përcaktojë nëse kërkesat për mbrojtje për shpadhjen e pavlefshme të akteve do të pranohet apo do të rrëzohet, duke i dhënë kështu një drejtim të qartë më të zhvillimit të kësaj çështje që ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik dhe medias. Për kësaj të hënë, policia e shtetit ka nisur zbatimin e urdhrit të drejtorit përgjithshëm Ilir Proda për ndalimin e përkohshëm të qarkullimit të monopatinave elektrike. Aksioni ka filluar në Tiranë dhe më pas po shtrihet edhe në qytete të tjera, duke përfshirë Vlorën. Ministria e Punëve të Brendshme Albana Koçiu njoftoi se së shpejti do të vendosen rregulla të qarta për përdorimin e këtyre mjeteve që synojnë sigurinë dhe rregullimin e qarkullimit. Policia e shtetit ka nisur këtë të hënë zbatimin e urdhrit të drejtorit përgjithshëm Ilir Proda për ndalimin e përkohshëm të monopatinave elektrike. Vendimi erdhi si pasojë e rritjes së rasteve të aksidenteve me këto mjete dhe synon të rregullojë përdorimin e tyre në rrugët e qyteteve, duke garantuar sigurinë e qytetarëve. Në kryeqytet aksioni filloi që në orët e para të mëngjesit me sekuestrimin e monopatinave dhe paralajmërime për përdoruesit që të respektojnë vendimin. Megjithatë, disa qytetarë shprehen pak kënaqësi dhe rezistencë, duke konsideruar ndalimin një pengesë ndaj mënyrës së tyre praktike për të shmangur trafikun e ngarkuar të Tiranës. Masat po zbatohen edhe në qytete të tjera, përfshirë Vlorën, ku policia rrugore ka shtuar kontrollet në akset kryesore. Përdoruesit janë paralajmëruar se në raste të përsëritjes së shkeljes mund të përballen me shoqërime në komisariat ose bllokim të mjeteve. Vendimi u bë i ditur publikisht nga Ministria e Punëve të Brendshme Albana Koçiu dhe nga drejtori i policisë Ilir Proda. Ministria njoftoi se së shpejti do të hartohen rregulla të qarta që do të përcaktojnë korsit, rrugët apo hapësirat ku monopatinat mund të përdoren, kriteret të moshës së përdoruesve, masat mbrojtëse, ndriçimin e nevojshëm dhe shpejtësinë maksimale të lejuar. Qytetarë të shumë shprehen se monopatinat elektrike kanë qenë një alternativë domosdoshme për të lëvizur në qytete, sidomos për të shmangur trafikun dhe për të kursyer kohë. Ndërkohë, autoritetet e sigurisë nënvizojnë se rritja e numrit të aksidenteve e ka bërë të nevojshme ndërhyrjen urgjente në mënyrë që të shmangin incidentet më serioze. Policia dhe Ministria e Brendshme bëjnë apel për bashkëpunim qytetar, duke theksuar se vendimi është përkohësisht dhe se qeveria po punon për të vendosur një kornizë ligjore dhe rregullore të qartë që do të mundësojë përdorimin e sigurt të monopatinave në qytetet shqiptare. Qëllimi final i masave është siguria e përdoruesve dhe qytetarëve të tjerë, rregullimi i trafikut dhe krijimi i kushteve për përdorim të qëndrueshëm të monopatinave elektrike, duke u integruar në mënyrë të sigurt në rrjetin urban.
Të dhënat e Instatit tregojnë se një familje shqiptare me 3 antarë shpenzon mesatarisht 40% të ardhurave mujore për ushqime, gati 4 herë më shumë se mesatarja e familjeve të Bashkimit Evropian. Diferenca nuk lidhet me sasinë apo cilësinë e ushqimit, por kryesisht me çmimet e larta. Shpenzimet janë më të larta në Tiranë dhe ndryshojnë nga një qasje në tjetrën. Shqiptarët shpenzojnë një pjesë të konsiderueshme të ardhurave të tyre mujore për ushqim, gati 4 herë më shumë se sa një familje mesatare në Bashkimin Evropian. Të dhënat e Instatit për vitin e kaluar tregojnë se një familje me 3 antarë në Shqipëri i kushton ushqimi rreth 38.000 lekë në muaj, ose 40% të ardhurave mujore mesatare. Në krahasim, një familje e ngjashme në Bashkimin Evropian shpenzon rreth 13% të ardhurave, ndërsa në vendet e rajonit kjo shifër mbetet në 35%. Kjo tregon se diferenca nuk vjen nga sasia apo cilësia e ushqimit, por kryesisht nga çmimet më të larta të tregut shqiptar. Shpenzimet për ushqimin nuk janë të njëjta në të gjithë vendin. Sipas të dhënave, Tirana është qyteti më i shtrenjtë, ku një familje me 3 antarë shpenzon mesatarisht 108.000 lekë, ose 17% më shumë se mesatarja kombëtare për 93.000 lekë. Diferenca reflekton kostot më të larta të jetesës në kryeqytet, si dhe ndikimin e turistëve që rrisin kërkesën gjatë sezonit veror. Gjithashtu, analiza e shpenzimeve vitin e kaluar tregon se konsumimi i ushqimeve dhe pijeve jo alkolike udhëhoqi inflacionin, me rritje më të ndjeshme gjatë muajve të verës. Ekspertët ekonomistë e lidhin këtë fenomen me rritjen e numrit të turistëve që kanë ndikim të drejtë për drejt me kërkesën dhe çmimin e produkteve ushqimore. Sipas Instat, kjo situatë tregon se shqiptarët po përballen me presion të lartë financiar për nevojat bazë, ndërkohë që niveli i të ardhurave nuk është në përputhje me çmimet e tregut, duke bërë që një pjesë e madhe e buxhetit familjar të shkojë për ushqim. Ecime të tjera informacione. Kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosje Albin Kurti deklaroi se subjekti që ai drejton jo vetëm e ka ruajtur rritjen elektorale, por është konsoliduar si forca kryesore politike në nivel lokal. Në një konferencë për mediat, Kurti theksoi se Vetëvendosja ka fituar në disa komuna pa balotazh dhe do të karojë në shumicën e komunave të tjera në raundin e dytë. Pas zgjedhjeve lokale në Kosovë, Albin Kurti doli para mediave për të komentuar rezultatet paraprake. Ai tha se Lëvizja Vetëvendosje ka shënuar një rritje të vazhdueshme duke fituar bindshëm në disa prej komunave më të rëndësishme të vendit. LVV ka një histori vetëm 12 vjeçare në zgjedhjet lokale, por këto vite ka dëshmuar rritje të pandalshme dhe të vazhdueshme. Në zgjedhjet të mbajtura atje, disa rezultate LVV ka fituar pa balotazh në Podujev, Kamenic dhe Shtim. Me votat në diaspor mund të dalë që edhe Gjilanin e kemi fituar pa balotazh. Me votat nga diaspora mund të dalë që edhe Gjilanin e kemi fituar pa balotazh, që do të thotë se në 4 komuna ku kemi qeverisur vazhdojmë pa balotazh. Po ashtu jemi në një garë me 12 komuna nga 17 që kanë shkuar në balotazh. Këto rezultate tregojnë se lëvizja jonë jo vetëm që ka ruajtur rritjen, por është ngritur si forca kryesore politike dhe në nivel lokal, dhe kjo është dhurata e popullit për 20 vjetorin e LVV-s. Kryeministri Kurti në fjalën e tij u referua edhe situatës të Mitrovic, ku ka pasur raportime të ndryshme dhe polemika lidhur me rezultatin e zgjedhjeve. Ai kërkoi organet e drejtësisë të hetojnë ndërhyrjen dhe manipulimet që sipas tij cënojnë procesin demokratik. Ajo që ndodhi rreth raportimeve për Mitrovic duke hetuar, po bëhet fjala për inxhinieri për ndërhyrje flagrante, exit pollet për dallim nga një ishin të manipuluara, ndërsa postimi i lajmeve të rreme nuk është thjesht një huqe, është cënimi i demokracisë. I ftoi organet e drejtësisë të merren me këtë çështje. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se numrimi i votave të diasporës pritet të përfundojë brenda pak ditësh, ndërsa raundi i dytë i balotazhit për zgjedhjet vendore do të zhvillohet pas 2 javësh. Zgjedhjet lokale të së dielës në Kosovë kanë prodhuar fitues në 21 komuna, ndërsa në 17 të tjera gara do të vijojë në balotazh. Vetëvendosje, LDK dhe PDK mbeten forcat dominuese me përsi të ndryshme në rajonet të vendit. Pjesëmarrja në këto zgjedhje shënoi një rënje të lehtë krahasuar me 4 vite më parë, çka sipas ekspertëve reflekton pak kënaqësinë e qytetarëve ndaj ngërçit politik në Kosovë.
Procesi zgjedhor vendor i 6 tetorit në Kosovë përfundoi me një ndarje të balancuar të forcave politike në nivel lokal. Nga 38 komuna në total, Vetëvendosje dhe LDK kanë siguruar nga 3 fitore për balotazh secila, ndërsa PDK ka fituar 2 komuna. Në 17 komuna, qytetarët do të kthehen në kutitë e votimit pas 2 javësh, pasi asnjë kandidat nuk arriti shumicën absolute në raundin e parë. Vetëvendosje priti në 12 kandidat në balotazh, e ndjekur nga LDK me 9, ndërsa PDK ruan praninë në disa prej garave më të forta. Megjithëse lëvizja Vetëvendosje e mban numrin më të lartë të kandidatëve që kalojnë në raundin e dytë, rezultati nuk është plotësisht në favor të saj. Të paktën në 6 komuna, kandidatët e LDK-s kryesojnë në një diferencë të ndjeshme votash. Raundi i parë prodhoi fitues të qartë vetëm në 1 nga 7 komunat e mëdha të vendit, atë të Ferizaj, që e fitoi PDK, ndërsa Prishtina, Prizreni, Gjakova, Mitrovica, Peja dhe Gjilani do të shkojnë në balotazh. Në kryeqytetet gara mbetet ndër më të ngushtat. Kryetari aktual për parim Rama i LDK-s udhëheq me rreth 700 vota, më shumë te rivalit të tij Hajrullah Çeku nga Vetëvendosja. Ndërkohë në komunat me shumicë serbe vetëm Klokoti do të ketë raund të dytë, pasi në 9 komunat e tjera fitoria i ka shkuar listës serbe që ruan dominimin e saj tradicional. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve raportoi një pjesëmarrje prej 39.5%, rreth 4 pikë më pak se në zgjedhjet e kaluara lokale. Sipas analizëve politike, kjo rënje lidhet me mospërputhjen e pritshmërive të qytetarëve dhe ofertës politike, si dhe zhgënjimi nga gërçi i zgjatur institucional në kuvend. Balotazhi do të zhvillohet pas 2 javësh dhe pritet të përcaktojë në mënyrën përfundimtare hartën e re politike të Kosovës. Të nderuar televizionistë, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 14 tetor pritet të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të lehta. Në zonat malore lindore mund të ketë rreshje shumë të izoluara në orët e pasdites. Në ultësirat perëndimore moti do të jetë kryesisht i kthjellur. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0,7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 22 gradë Celsius. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 6 orë diell. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 14 tetor 2025 pritet të jetë mesatar rreth 3. Sipas llogaritjeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 14 tetor pritet të jetë në orën 06:44 minuta, ndërsa perëndimi në orën 18:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 22 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 17 gradë Celsius. Peshkopi, 8 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 21 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 20 gradë Celsius. Kavaj, 10 deri në 20 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 20 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 21 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 19 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 17 gradë Celsius. Sarandë, 12 deri në 19 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 14 tetor 2025 pritet të ketë mot me vranësira të pjeshme dhe intervale me kthjellime. Në disa zona kodrinore priten rreshje të dobëta lokale gjatë mëngjesit. Pas dite moti do të përmirësohet gradualisht. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të ngjitet deri në 8 gradë Celsius. Era do të fryjë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 14 tetor 2025 pritet të jetë i ulët 2. Sipas llogaritjeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë pritet në orën 06:40 minuta, ndërsa perëndimi në orën 18:09 minuta.
Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovit, 2 deri në 6 gradë Celsius. Podujev, 2 deri në 6 gradë Celsius. Skënderaj, 2 deri në 6 gradë Celsius. Pej, 3 deri në 8 gradë Celsius. Prishtinë, 2 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov, 3 deri në 8 gradë Celsius. Malishev, 2 deri në 6 gradë Celsius. Gjilan, 2 deri në 6 gradë Celsius. Ferizaj, 2 deri në 6 gradë Celsius. Kaçanik, 2 deri në 6 gradë Celsius. Suharek, 3 deri në 8 gradë Celsius. Prizren, 3 deri në 8 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione të reja, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion, bashkë miru takofshim në edicione të tjera.